Elur të gjithë grup kapituit until not long ago. Vetëm pak kohë më parë. Ishte diçka që dukej e pamundur. Dhe ishim në pikën ku pëmsoheshim me sprapsjet e me ato grushtet në stomak, por unë besoj se i gjitha i rrugtim në bëri më të fortë, në bëri më të vetëdijshëm për të gjithë atë natyrë të jashtëzakonshme të gjithë këtij procesi dhe na bëri më të pjekur. Ja ku jemi sot këtu. Me atë që ishte vetëm ëndër, pak më tepër se një vit më parë, është transformuar tashmë në një plan pune, një realitet për të cilin e me të cilin duhet punojmë në jetën tonë të përditshme. Pa fjalë formale apo protokoll, dua të falenderoj me gjithë zemër dy persona të jashtëzakonshëm në të majtën time, Mari dhe Marta. Marin për transformimin e fjalëve të presidencës daneze në vepra, kur vjen fjala për zgjerimin, duke mbështetur e duke inkurajuar për të ecur përpara edhe Marta, që është kampione e procesit të antarësimit të Shqipërisë, e po kështu të gjithë Ballkanit Perëndimor. Me